Sezoni turistik i këtij viti po paraqitet më pozitiv se ai një viti më parë. Të dhënat paraprake tregojnë se Shqipëria pritet të mirëpres rreth 10.8 milion vizitor, një shifër që konfirmon rritjen e interesit për vendin dhe sjell më shumë të ardhura për ekonominë dhe bizneset lokale. Edhe në Gjirokastër, një nga destinacionet më të vizituara të turizmit kulturor, bizneset e sektorit të hotellerisë, restoranteve dhe shërbimeve po përfitojnë nga fluksi i shtuar i turistëve gjatë muajve të verës. Turizmi këtë vit ka një panoramë më të mirë se vitin e kaluar, madje ka filluar kjo që vitin e kaluar, kur Shqipëria kapi shifrën rekord prej 10.1 milion vizitorësh në vitin 2025. E krahasuar kjo me vitin e kaluar, me 2024, ishte rreth 13% më e lartë, ndërsa po ta krahasoj me vitin 2020 ishte rreth 4 herë më shumë. Edhe për këtë vit, trendi i vizitorëve është në rritje dhe sipas të dhënave të Instatit apo parashikimeve të Instatit dhe Bankës së Shqipërisë, mendohet që ky numër të arrijë në 10.8 milion vizitorë. Dhe kuptohet që rritja e numrit të turistëve përkthehet automatikisht në rritje të ardhurave. Në Shqipëri hyn më shumë turistë, hyn më shumë euro dhe përpasoj dhe konsumi do të jetë më i lartë të ardhurat si për bizneset që operojnë në fushën e turizmit, ashtu dhe për shtetin do të jenë më të larta. Megjithatë, krahas rritjes së numrit të vizitorëve, bizneset po përballen edhe me një sfidë tjetër, zhvlerësimi i euros, e cila ka zbritur në nivelin më të ulët historik, duke u këmbyer me rreth 93 lek, rreth 5% më pak krahasuar me një vit më parë. Euros ka kapur, po themi euro është në pikjat pasi ka kapur nivelin më të ulët historik deri më tani, duke u këmbyer me 93 lek. Dhe kjo është, nëse e krahasoj me vitin e kaluar, është diku tek 5% më e ulët, por e krahasuar me të njëjtën periudhë të 10 viteve më parë, pra me korikun e vitit 2026, është diku te 31.5% më e ulët. Pra është një rënje drastike e kursit të këmbimit të euros. Pavarësisht ndikimit të kursit të këmbimit, operatorët turistik mbeten optimist se fluksi i lartë i vizitorëve do të vijojë edhe në javët në vazhdim, duke bërë këtë një nga sezonet më të mira për Gjirokastrën dhe duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në ekonominë lokale.